Përshëndetje, unë jam Eltiuni dhe sot kena më folë për teknologjinë e memorjes SSD dhe HDD. Pra kemi dy lloje të memorjes, pra siç i përmenda edhe më herët SSD dhe HDD. Si fillim, pra këto dy memorje pra kanë të njëjtin funksion, por që në strukturë dhe në performancë kanë dallime të mëdha. Si fillim po flas për strukturën e teknologjisë së memorjes pra HDD. Në strukturë pra memoria HDD ka disë rrotulluese, ka një kokë e cila bën leximin dhe shkrimin e të dhënave, po ashtu ka edhe një motor që i rrotullon pra disqet. Pra kryesisht kjo teknologji kryen funksion mekanik, kurse sa i përket memorjes tjetër, pra memorjes SSD, është memoria e cila të gjithë punën e saj kryen pra në mënyrë elektronike dhe nuk ka pra asnjë pjesë fizike. Sa i përket strukturës së memorjes SSD, ndryshe që është njihet edhe solid state drive, pra në strukturë pra është më e thjeshtë se memoria tjetër HDD. Në strukturë pra ka një chip memorie flash pra dhe një kontroller i cili pra e menaxhon shkrimin dhe leximin e të dhënave. Po ashtu pra sa i përket performancës së këtyre dy teknologjive të memorjes, në performancë dominon pra memoria SSD. Pra krahasuar pra performancën e këtyre dy memorjeve, HDD arrin që të shfaqë pra të shfaqë të dhëna deri në 150 MB per sekond, kurse nëse e krahasojmë me memorien SSD, pra memoria SSD ka një shpejtësi shumë më të madhe, ku mesatarisht pra arrin deri në 500 MB per sekond, por edhe në pajisje më të sofistikuara pra mund të arrijë deri në 2500 MB per sekond. I bie që është shumë më shpejtë se memoria HDD. Sa i përket pra jetëgjatësisë së këtyre dy teknologjive të memorjeve, po ashtu edhe në këtë aspekt pra ka përparësi memoria SSD, pasi që memoria HDD pra siç e them ka një përmbajtje mekanike dhe ato pjesë të fizike të memorjes pra me kalimin e kohës dëmtohen dhe harxhohen. Kurse kur jemi te memoria SSD pra nuk ka shumë pjesë fizike dhe jetëgjatësia e saj është më e madhe. Pra kryesisht memoria SSD përdoret më shumë për sisteme operative, për gaming dhe për aplikacione profesionale, pra kërkon performancë më të lartë, kurse memoria HDD zakonisht përdoret vetëm kur përdoruesi kërkon hapësirë të terabajtëve më shumë pra. Edhe si përfundim arrijmë se memoria, nëse dojmë pra performancë më të mirë, stabilitet dhe shpejtësi, e zgjedhim memorien SSD, por nëse dojmë që kompjuteri ose pajisja jonë të ketë hapësirë më shumë, atëherë zgjedhim memorien HDD. Faleminderit për vëmendjen. Faleminderit për vëmendjen, deri në herën e radhës, shif.